Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se procesi I prokurimeve publike në Shqipëri do të transformohet rësisht përmes inteligjencës artificiale, duke reduktuar ndjeshëm ndërhyrjen njerëzore. Gjatë aktivitetit 30 vjet prokurime publike, ai tha se vendi po hyn në një fazë të re teknologjie që synon në rritjen e transparencës dhe uljen e gabimeve apo abuzimeve. Ne po e vazhdojmë reformën sepse duam të shkojmë jo vetëm më larg, po duam të shkojmë aq larg sa na çon bekimi I sotëm I teknologjisë dhe inteligjencës artificiale në të veçantë, që janë realisht dhurata të një kohe të re për vende si yni, ku gjithë pravëmbetja e shkaktuar nga historia mund të kapërcehet me fuqinë e progresit eksponencial që t'jep pikërisht teknologjia. Sot ne jemi në një proces të avancuar për të kaluar të gjithë procesin e prokurimeve në duart e inteligjencës artificiale me një përqindje shumë të lartë të procesit që nuk përfshin njeriu. Ndalur te debati mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në prokurorimet publike, Rama kundërshtoi shqetësimet se algoritmet mund të manipulohen nga njerëzit. Sipas kryeministrit, diella nuk do të operojë në mënyrë të pavarur apo të pakontrollueshme, por çdo veprim I saj do të jetë I dokumentuar dhe I hapur për verifikim nga aktorët e interesuar. Ajo që është shumë e thjeshtë për t'u shpjeguar është fakti se diella nuk do të veprojë në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor I interesuar. Sepse I gjithë procesi I cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale do të jetë sidoqoftë I bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa I përket dokumentacionit përkatës. Dhe cilido që do të dojë ta rishikojë manualisht me sytë e njeriut procesin, do të ketë mundësinë ta bëjë këtë. Dhe kjo do të thotë që asgjë që del nga procesi si rezultat nuk do të jetë e pagjurmueshme në rast nevoje për auditimin e hapave që sollen rezultatet. Është shumë e thjeshtë. Dhe në fund fare natyrisht vendimin përfundimtar për nxjerrjen e një rezultati do ta marrë përsëri Komisioni Përkatës, bazuar në gjitha dhënat që diella do të vërë në tavolinë. Ai shtoi mëtej se sfida më e madhe e viteve të fundit ka qenë mungesa e ekspertizës profesionale. Për këtë arsye, Rama theksoi se qeveria ka ndërmarrë një reformë të thellë, duke I zhvendosur të gjitha prokurimet nga ministrit drejt operatorit të blerjeve të përqendruara. Rama theksoi se përdorimi I inteligjencës artificiale synon të rrisë integritetin, efikasitetin dhe profesionalizmin në një sektor ku gabimet shpesh lidhen jo me korrupsionin, por me mungesën e njohurive teknike.